Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me fermerët në Divjaku, theksoi rëndësinë e projekteve të zhvillimit për të përfituar mbështetje financiare. Ai theksoi se për bujqësinë janë vënë në dispozicion 250 milionë euro, që mund të shkojnë deri në 1 miliard euro nëse do të konsumohen plotësisht. Mbështetja financiare mund të vijë përmes Bankës së Shqipërisë, bankave të nivelit të dytë, Bankës së Zhvillimit, Agrokredit dhe fondeve të Bashkimit Evropian. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit dytë, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Dhe më shumë financim nuk vjen nga buxheti. Më shumë financim vjen nga instrumentet e tjera. Vjen nga linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë. Enkas për ju është ajo linja atje. Vjen nga Banka e Zhvillimit që ne tani sapo e kemi krijuar, vjen nga Agrokrediti, vjen nga fondet e Bashkimit Evropian. Të gjitha këto të tjerat duan projekt. Pa projekt thuaj sa të duash, jo na mbroni. Fermerët shprehen shqetësimin për konkurrencën e produkteve të importit. Bujku Liti Biti kërkoi mbylljen e dyerve të tregtisë së lirë, por kryeministri Rama e kundërshtoi fuqishëm, duke theksuar se një ekonomi e hapur nuk lejon mbyllje kufish dhe se liria ekonomike është një parim që vlen që nga viti 1990. Dhe jemi shtresa më pambrojtur. Po për çfarë? I tha ministri financave për mbledhje për fushat politike. Na mbron se po hyn mall nga jashtë. Kjo nuk ekziston. Jo. Doni ta bëni monopol. Un kam një problem, dëgjoj, o miku im, un kam një problem shumë të madh. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Para se kryeministri të jepte arsyeën se pse mbyllja e kufive nuk mund të ndodhë, me ton të ngritur urdhëroi fermerin. Jemi këtu ulu. Jemi këtu për ulu. Nuk ekziston në një ekonomi të hapur mbyllja e kufive të produkteve se do ti. E kuptove? Edhe një herë tjetër. Për të rritur vlerën e prodhimeve vendase, Rama u sugjeroi fermerëve të investojnë në agropërpunim dhe të respektojnë standardin e Bashkimit Evropian, duke shfrytzuar më mirë tokën dhe resurset që kanë në dispozicion.